barrën e investimit që mbajnë fermerët? Barrën e pagesave që bëjnë fermerët. A rrezikon ta coptoj kjo zinxhirin e rritjes së bujqësisë? Jo, i më këmba ta besoj. Përkundrazi. Do t'i përgjigjem pyetjes tuaj për coptimin. Neve në qoftë se vjet kemi për çdo lop kemi mbështetur 10.000 lek, si vjet është 12.000 lek, 1.500 lek për të imtat dhe 2.000 lek pra 2 fishim për bletën, edhe për faktin e rolit të veçantë që bleta ka në bujqësi, jo vetëm në prodhimin e mjaltit, por edhe në të gjithë fushën e ruajtjes së biodiversitetit, ekosistemit dhe prodhimit bujqësor nëpërmjet tjalminit. Për herë të parë, neve fusim, pra skema integron edhe prodhimin e derrit, duke mbështetur me 7.000 lek dosat në fermat të cilat janë të prodhimit të derrit, por nga ana tjetër vazhdojnë të mbështeten mbrojtja biologjike në sera, vazhdon të mbështetet certifikimi Global Gap, vazhdon të mbështetet prodhimi organik dhe konvertimi i fermave nga ferma konvencionale në ferma organike. Pse është zgjedhur kjo dhe rikthem tek pyetja juaj e coptimit. Coptimi ta kuptoj të rishikuesi, pra unë nëse marr sot për më pak krer lop apo baktisht e imta më shumë para, nuk kam pse të shtoj bakti dhe në këtë rast mund të bëhen shumë fermer ose mbase bie dëshira për të patur më shumë bakti. Ajo që është shumë e rëndësishme është fakti se për herë të parë në skemën e këtij viti pagesat shoqërohen me detyrime. Okay. Pra ky është filtri i sigurisë. Eksaktësisht. Pra, në qoftë se deri vjet, neve kemi, pra, skema ka ofruar para, por pa i kërkuar në këmbim fermerëve një përpjekje të shtuar për sa i përket prodhimit bujqësor, këtë vit, por dhe në vitet në vijim, do të integrohen në mënyrë të vazhduar ato që quhen kondicionalitete ose kushtëzime, si përsa i përket praktikave të mira bujqësore, ashtu edhe përsa i përket ndikimit mjedis.